E ke bo një busqeshje, që në Ramazan kemi nevoj pak ma happy, me tinglu, mës me donë këtë kështu të vrante, këtë, si me na e vra babën dhe ka këta. Smile njeri, anë kërton pak ma shpesh duhet këtë, të ja përkujtëm njëri tjetrit, zatën edhe busqeshja hub kalori, ba i do kalori, edhe bim zaif, sëna, edhe për dietë është e mirë busqeshja. Allah i trujtë, a gjë. Elhamdulillah, pak të relaksohemi, po. Të relaksojemi, se edhe unë edhe ti kemi hinë temë dhe kështu diqysh, kemi kapë shumë seriozisht. Këto janë thjesht jetë, nuk janë veç tema, nuk janë veç një ders. Elhamdulillah, el Fatiha e kryetëm, edhe ajde për shkojmë ka shpia. Ja, kjo është jeta jonë duhet të jetë kështu. Na jetën tonë duhet të jetësojmë me fjallë të Allahut azza wa jalla. Sjelljen tonë, fjallorin tonë, duhet të jetësojmë konform këtyre porosive ynore që na i përcjell Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për Allahut azza wa jalla përmes gjuhës së tij të sinqertë. Na duhet të reflektojmë, na duhet të mundohemi në çdo mundësi dhe në çdo shans e madhe apo e vogël të bëhemi mjeshtër të fitojmë shpërblim. Alhamdulillah. Na fitojmë shpërblim veç kur e shikojmë dikën edhe busqeshje. Kemi shpërblim. Pse bona në jetë me busqesh vëllau tëm, pak ti përcjellin një energji pozitive. Mi thonë se nuk ka be dunjoja krejt zi. Ajse, dhe bëhet të mirë, në kupton.